Goditja e fundit ndaj grupit Dritan Gjika, Eldi Dizdari, Shpëtim Alia, ka çuar në konfiskimin e një mori asetësh dhe kompanish, kryesisht në fushën e ndërtimit dhe turizmit, që përdoreshin për pastrimin e parave të drogës. Në krye të pastrimit të parave qëndronte Isa Aliu, vllau i Salvadorit, Shpëtimit, figura qendrore që furnizonte grupin Dizdari Gjika përgjegjës për trafikimin e 50 ton kokain vetëm për gjatë vitit 2020-2021. Drejtat reale për pasuritë e paluajshme që përfitohen nga subjekti Seaview Development dhe Aliu Roadhouse nëpërmjet aktit notarial kryerje punimesh, ndërtimin e hotelit Zigzag. Ky hotel quhet Zigzag, me 5 yje dhe mbi 200 dhoma në Jalë, Himar, për të cilin shoqëria Narvalno Group SHPK ka marrë përsipër bashkë finansimin në masën 40% dhe nxjerrjen e lejes së ndërtimit nga AZT-ja. Thuhet në njoftimin që ka bërë Spaku për këtë hotel.